Kuvendi i Republikës së Kosovës në një kërkon nga dhomat të specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre të sigurojnë zbatimin me përpikmëri të Kushtetutës së Republikës së Kosovës që përmban standardet më të mira ndërkombëtare lidhur me procesin e drejtë dhe të paanshëm, duke respektuar gjithashtu parimet e transparencës, llogaridhënies dhe kultivimit të besimit në drejtësi. Në dy, kërkon nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që në ushtrim të funksionit të tyre të sigurojnë zbatimin me përpikmëri të standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare lidhur me mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe të tjerëve, përfshirë dhe detyrimin për të zbatuar me besnikëri standardet që burojnë nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për liritë dhe drejtat e njerëzit. Në tre, kërkojmë nga ombudsmani i dhomave specializuara, përgjegjësia ekskluzive e cilit për dhomat specializuara buron nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës që të veprojë me paanësi të plotë në ushtrim të këtij funksioni në përputhje me detyrimet e tij kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare të zbatueshme për dhomat e specializuara. Në pikën 4 kërkojmë nga shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit specializuar në Hagë, dhe zyrës së prokurorit specializuar në Hagë që gjykata të operojë në bazë të ligjeve dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e cila në brendin e saj ka standardet më të mira ndërkombëtare. Shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuar të Kosovës duhet marrin përgjegjësi për shkeljet që ndodhin atje. Nën 5, inkurajojmë gjitha shtetet demokratike të bashkohen në thirrjen tonë për respektimin e plotë të standardeve ndërkombëtare për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm, standarde që burojnë nga tradita kushtetuese e shteteve demokratike dhe akteve të rekomanduara të miratuara nga mekanizmat ndërkombëtar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, Këshillin e Evropës dhe Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Në 6, inkurajojmë mekanizmat monitorues për respektimin e drejtave dhe lirive të njerëzit të organizatave ndërkombëtare dhe organizatave jo qeveritare ndërkombëtare dhe vendore për monitorim të shtuar të pajtueshmërisë së funksionimit të dhomës së specializuar dhe zyrës së prokurorit specializuar me standarde ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit dhe procesin gjyqësor të drejtë dhe raportimin eventual të shkeleve që mund të ndodhin. Në pikën 7, konfirmojmë zotimin dhe përkushtimin për sigurimin e gjitha mekanizmave, përfshirë ato të financimit në mbështetje të drejtave dhe mbrojtjes së udhëheqësve të luftës sonë çlirimtare para zyrës së prokurorit specializuar dhe dhomës të specializuar. Në 8, konfirmojmë zotimin dhe përkushtimin e plotë për ndërmarrjen e gjitha veprimeve për afirmimin e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe historisë mbi të cilën është ndërtuar Republika e Kosovës.